Çfarë ndodh pas diplomimit? Diploma është thjesht fillimi i mjekësisë. Mjekësia nuk mbaron, është gjithmonë shkencë në zhvillim. Ti duhet kesh atë ndjenjën e kurreshtjes, ndjenjën e përditësimit aktual, duke qenë se është një shkencë që nuk mbaron asnjëherë. Studentët gjenden përballë një sfide. Pra, të gjithë tentojnë, le të themi, që të bëjnë specializimet për KACE, ato për cilën kanë ndërruar dhe të gjithë gjërat. Sugjerimi im është që të krijojnë një herë dhe përvojën klinike. Pasi përvoja klinike reale, ajo që ti je vetëm mjeku tashmë i diplomuar me pacientin, të bën të arrish të kesh më shumë siguri në vetvete dhe të arrish që të fokalizosh më mirë dhe pjesën e dëshirës tënde për specializim në fushën për KACE që kërkon vetë ky student tashmë i sapo diplomuar. Pra do të marrim pak kohë që të kuptojnë se çfarë realisht do bëjnë në aspektin e specializimit. Jo më njëherë, ndoshta mos mbeten shumë teorik me njëherë nga një rrugtim në tjetrin prap akademik. Po, sepse do kesh dhe raste, ka ndodhur dhe raste që normalisht është e përcaktuar që në fillim unë do bëhem reumatolog, unë do bëhem radiolog e kështu me radhë, dhe ti e gjen veten në momentin pastaj që ke arritur gjithë këto gjëra, ke harxuar kohë nga jeta jote, ke investuar nga jeta jote, gjendesh përballë një realiteti që ti nuk e don.